ndryshimet dhe plotësimit e këtij ligji i mundsuan Mickoskit që ta zgjeroj qeverinë e tij me ministri të reja, pasi është ligj që miratohet me 80 vota të deputetëve. Po. Edhe kjo ku bie ndesh ky ligj që po e thoni, ku e redukton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe? Nuk bie ndesh, e kam fjalën që ju keni një lloj përgjegjësie pse ne kemi këtë qeveri në këtë përbërje siç e kemi. Pra, ne nuk e kemi zgjedhur këtë qeveri, zoti Tahiri. Pra, ju e keni votuar këtë. Jo, qeveri nuk e kemi votuar. Këtë përbërje të qeverisë, zgjerimin e qeverisë. Ju e keni votuar ligjin për riorganizimin e organeve të administratës, i cili ka mundsuar këtij zotëriu ndjatë që është kryeministri i vendit, zoti Mickoski, që ai ta hapë krahun dhe të domethënë zgjeroj qeverinë me ministri të reja. Dhe marrëveshja juaj me kërkojndjes, me VMRO-DPMN apo e zotit Ahmeti me Mickoskin për votimin e qeverisë, nuk besoj se ka qenë reduktuar në formimin e atij komisionit famshëm parlamentar për ndjekjen e përfaqësimit drejt dhe adekuat, i cili u pa se doli një hiç i madh. Ju keni qenë nënkryetari i BDI-s në atë kohë, kur zoti Ahmeti ka bërë marrëveshje me Mickoskin. A ka pasur ndonjë marrëveshje tjetër të fshehtë Ahmeti Mickoski dhe cili ka qenë arsyetimi i kryetarit të partisë lidhur me këtë vendim? Votimi i këtij ligji që parasheh riorganizim të institucioneve dhe të ministrive është çështje tjetër. Dhe është çështje strategjisë, zoti Tahiri. Ju e dini se koalicioni VMRO Vlen u bë edhe para zgjedhjeve. Para se dalin me 8 maj. Gati se ishte publike. Jo gati, po publike. Erdhë zoti Mickoski këtu në shesh të zyrat e Vlenit, ja zgjatën dorën, përfundoi gjithçka. Domethënë, para votimit, kjo flet. Kjo është. Jo, kjo është pas zgjedhjeve, grupet punuese takim. Po, pas zgjedhjeve, pas 8 majit kjo është, ka patur një takim tjetër para 8 majit, ku ushtri dora se pavarësisht se si votojnë shqiptarët. Ajo kështu ishte porosia. Këta, përkthyelurit e mi, do të jenë pjesë e qeverisë. Pavarësisht se si votuan. Edhe ashtu edhe ndodhi. Edhe pse dallimi ishte mbi 30.000 vota. Dhe me deputet ishme 19 me 13 dolëm, me 6 mandate, pra as vot popullore, as mandate, deputetës s'kan pas ma shumë. Double humbus, kështu, double losers. Ata u futën në qeveri. Dhe votimi i këtij ligji është më tepër çështje strategjike, se mos të kenë alibi që ta ankohen se ja për këtë arsye, për atë arsye s'po funksionon qeveria.